E kom një pyetje për diasporën shqiptare, ama për diasporën e vërtet në gjithë Evropën, Zvicër, Gjermani, Itali, Francë, kudo që jene. Unë i këshyri do grupe, qështu grupe shqiptare, kryesisht në Minen, po shqiptarë në Gjermani, shqiptarë në Evropë, në tash, edhe e pash një postim të tillë, përshëndetje jam njëzojnë me qira, me 2 fëmijë, kam qira në papagu, ujë, drita, papagu dhe me kret, ju lutem më ndihmoni se po dojnë më nxjerr fëmijët në mes katë rrugëve, ju kisha lutur më ndihmu, kush ka mundësi më ndihmu me ushqime për fëmijët e me batanie, ti mbaj fëmijët ngratë, ju lutem më ndihmoni, kush ka mundësi, më ndihmuar me ushqime, ju lutem. Pyetja jam është e thjeshtë. Qëto grupe, a keq përdorën për shembull ti e kontakton këta, këtë lyp pare, faktikisht e nuk të këshyr tjetër gjë, ose kushto që është, mund të qenë edhe mashkull, e para, e dyta, nëse jo, a vjen pozicion në diasporë, në Zvicër, në Gjermani, në Itali, ku ti met pa parë dhe s'munosh as banesën me pagu, as ushqimin e fëmijëve me pagu. Nëse po pse jeton në diasporë në momentet e tilla, a është që kaq pak se di, s'po di as më thonë se me bu me thonë ka pa as ka punë, po ka për beza disa puna është mos folim tani që Gjermania është e sociale kështu më thash. Shumë kisha pas qef me bu një debat për juve, po me juve diasporën e vërtet, jo me ata laballabat, jo me ata që dojnë me lujt mësuesin. A vëden?